E ti thua, kush? Dhe del mali pasi që apo. Mere! Një foto, ju lutëm. Mol. E bënë ti pjesën tjetër. Moli dhe jeti. Mere. O Mere, come on bro, bënë ti pjesën tjetër. Moli dhe jeti. Ej, dikush e bën me AI, please. Dorën e mirit kështë zemër, okej? Përse e bëjmë kështu sa për të mos të duk. Okej. Tani me AI e bëni zgjër dora e mirit, okej? Please. Moli dhe jeti. Okej? Perfekt. A kopet kamera tjetër? Me AI e bëni edhe një zemër të madhe këtë për mas, edhe dorën e mirit që është e bëha zemër tjetër. Super. Lag. Edhe bëni mirin të kesh, se kjo nuk kesh. Bëni merën të kesh. Se nuk kesh ti mere. Se nuk qash mere? Moli. Mire, se mos më vjen podcast edhe nuk më kesh. E do me kesh? Me kesh. Me kesh. Do kesh. Moli. Miri do kesh për me kesh. Moli. Mere. Bëkër, mere. Se kisha të qartë, Stelina, nuk i kisha të qartë ku ishe deri me tani, po tash po të kuptoj, po më vjen shumë mirë. Unë jam aty ku janë të gjithë. Bing! Dhe jam aty ku s'ka shneu. Unë ri urt. Po, nuk harroj asnjëherë të vëzhgoj. Dhe Flore Viçaj me kostumi ti. Përshëndetje çuna! Shitet kostumi Flore! O, Flori, a mund ta mundsoj unë ankandin e shitjes ati kostumi? Qa të bëjmë? Ta nxjerrim në ankand. Pa tjetër. Shitet Shitet ose ndërrohet. Mi pal qërape. Me i CLS 6300. CLS. Se kupe. Se. Që shëlla, këqëra. Banënje. Shikoni që arë bëri merë meq. E i dhe cigarja aty. Oh my god, meq. Si ta të ras merën në podcast me këtë gjeste? Do ma bëj podcastin lëmsh. Mere. Mirë dhe mëllë. Mishte ngusht. Mishte ngusht e kësaj shtëpie. Një marrëdhënie toksike. Çfarë? Kështu mendon? Si do të shkoj? Kështu mendojnë të tjerët? Vlerësia e kësaj marrëdhënie. Nuk është as pak ashtu? Përkundrazi, është një dashuri e ndaluar. Moli dhe mere. Knoza. Ata e doni njëri tjetrin, por nuk mund të ishin bashkë. Për arsye të paqarta janë. Një kontrast i madh. Një përplasje titanësh. Vetëm për ju sot në Prime-in e sotshëm na ndiqni në orën 21:00 në Top Channel. Vetëm për ju, miq. Na ndiqni. Ti fiks ku ke për çet punë? Kush del sot, Molje? Sonte. Del. Mendoj. Besoj. Dua. Këtë na thuaj. Këtë të fundit lutem. Të gjitha është. Dua që të dalë një person i cili meriton të dalë për shumë arsye. Për arsye sepse nuk ka luajtur vetëm deri në këto momente miq. Nuk ka treguar asnjëherë në këto momente, deri në këto momente që mund të luaj vetëm. Ka luajtur gjithmonë për krah një personit këtu brenda. Plase Mole. Se na plasa. Kjo është arsye numër 1. Arsye numër 2 është sepse nuk ka pasur asnjë bisedë me askën pa e ofenduar. Domethënë gjithmonë e ka ofenduar dhe kjo është një problem i madh këtu në shtëpi dhe po ashtu për shikuesit jashtë që po na ndjekin. Kjo është arsyeja e dytë, miq. Tani arsyeja e tretë është veprimi i cili ka bërë kundra një personit këtu. Po të ishte kundërta që do ishte një mashkull që ja bënte një femër, do ishte shumë e madhe, por ja që ishte e kundërta. Ishte një femër që ja bën një mashkull dhe nuk ishte aq big, por prap e meritoi atë që e mori. Me sa po kuptoj? Është Selita. Jo, është Selina. Okej. Këto ishin arsyet e mia. Shpresoj që publiku
Do e gjykoj vetë Nice. në mënyrë Po mirë, tyre të drejtë. nëse Selin del sot, Po, kush mendon që do të goditej më shumë? merre. Kush mendon? Kush mendon që do të goditej më shumë? Po përgjigja pa di tytën. Merre. Merre. Po pse? Selin është shoqe edhe me Eugene. Është, por Selin ka qenë një shtyllë kryesore për rrugtimin e Merret deri më tani. A mendon ti që nëse del Selini sot shumë shpejt do dali dhe Mërë? Mary do qëndroj edhe pagës, sepse shikuesit dhe unë duam që ta shikojmë nëse Merret mund të luaj vetëm. Deri më tani nuk e ka vërtetuar këtë A farë. mendon se mundet Mërë të luaj vetëm? Këtë kam vërtetuar që në Aquarium miq, këtë nuk ka mundur ta bëj, për arsye sepse aty ka qenë vetëm dhe nuk ka mundur të luaj vetëm. Por unë dua ta shoh atë nëse mund të luaj vetëm edhe këtu jashtë shtëpisë, e cila jam shumë i sigurt që nuk mund ta bëj. Prandaj e dua edhe pakës brenda këtu në shtëpi derisa ti largohen të gjithë ushtarët. Faleminderit. A mendon se nëse del Meri, pastaj ti nuk ke mos, me këtë merresh? Meri do qëndroj deri aty ku unë dua të qëndroj. Do ta mbash ti, do të thuash. Patjetër. Aj, Moli, kjo është deklarat shumë e fortë, Moli. Lutem. Faleminderit. Për kënaqësinë tuaj, ky ishte podcasti i abandonuar nga Mërë. Merre.